U mbushën si rrallë më parë e tash po ua shehajri një pjesë e madhe e Kosovës. Gjithë ky ujë i mbledhur në liçenet e Badovësit e Batllavës ka bërë që ujësjellsi rajonal Prishtina të krenohet për herë të parë pas luftës. Kjo pasi nga e mërkura e tutje, Prishtina, Drenasi, Obiliqi dhe Graçanica do të kenë ujë gjatë gjithë ditës, ndërsa Shtimja, Lipjani, Podujeva e Fushkosova do të kenë furnizim 24 orë pa ndërprerje. Pra 850 litra nga Batlava, 420 nga Badosi, ne i furnizojmë shumë se 550.000 banor me ujë të pijshëm. Furnizimi që e kemi tash, që ka filluar nga dita e sotme, është më i miri në 16 vitet e pas luftës. Përmirësimin e furnizimit me ujë e konfirmojnë edhe banorët e lagjes Bregu i Diellit, njërës prej zonave me reduktimet më të mëdha në kryeqytet. Pa jo, që tash nuk ka. Përpara normal që ka ndodhur, tash jo, o rregullu mirë shumë. Që të 2 ditë nëm ka, që të 2 ditë, se përpara na kanë mytë me të, me ujë. E në fakt, ky furnizim që nuk i kënaq plotësisht 4 komuna të këtij rajoni, është maksimumi që mund të bëjë ujësjellsi me kapacitetet ekzistuese. Fabrikat ka qenë të ndërtuara për një numër të caktuar banorëve, ku më parë ndoshta i kemi furnizuar prej 250.000 deri në 300.000 banorë me ujë të pijshëm. Ku ndërtohet fabrika në Shkabaj, në shtator të vitit 2016, e tutje do të kemi ujë 24 orë pa ndërprerje për gjitha komunat. Ky furnizim gati normal me ujë do të zgjas deri në fund të muajit qershor të vitit 2015. Pasi nga muaji korrik, sërish do të ketë reduktime, ndonse premtohet se do të jenë minimale. Por banorët e 2 bloqeve banesash në Lakrisht të Prishtinës dolën të jenë të pafat se prishja e një gypi kyç u apamundsoi ta shijojnë ujin në ditën e parë me orar të plot furnizimi.